Shkodra bëhet gati të mirëpres një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të verës. Me 7 dhe 8 gusht Dua Fest rikthen atmosferën festive me 2 net të mbushura me muzikë, energji dhe emocion, ku do ngjiten në skenë disa prej artistëve më të njohur të muzikës shqiptare. Organizatorët kanë hyrë në fazën e fundit të përgatitjeve dhe bëjnë të ditur se gjithçka është gati për një festival që pritet të mbledhë mijëra spektator nga gjithë Shqipëria dhe rajoni. Ata premtojnë një produksion të nivelit të lartë, performanca të veçanta dhe një atmosferë që do ta kthejë Shkodrën në qendrën e argëtimit gjatë këtyre 2 netëve. Publiku Shkodrës i premtojmë një atë që meriton, një festival shumë të madh që Shkodra duhet me pas edhe mu krenu me te. Janë artist më të mirë të shqiptarisë, s'mundesh me gjetë kënd më të mirë se ata dhe besoj ka me kanë diçka shumë e bukur. Si mjet nuk e bëjmë te Kaloja Rozafa, e bëjmë poshtë Kalojës Rozafa, është një ishull mes që kap edhe Drinin edhe Bunën, 2 lumet e Shkodrës, bashkë me malin e Taraboshit, por është në sfond edhe Kaloja Rozafës normalisht, si ikonë e qytetit. Është një hapësinë shumë e madhe, e cila ofron edhe parking, përveç disa detajeve shumë bukura që kur ti shihni do të maniteni te ajo pjesë. Aksesi është krejt i mirë edhe për njerëzit, mund marrë me makinë, si thome, ka një parking për gjithë, mund me kërku thjesht edhe në Google Maps Dua Fest, edhe ju bjen direkt deri te festivali, deri te vendi i parkimit. Interesi është shumë i lartë, jo vetëm nga Shkodra, por dhe qytetet tjera të Shqipërisë. Interesi është shumë i madh dhe për atyre që vinë prej jashtë, prej emigrantave. Ne e shohim që ka interes me bileta edhe nga Italia, Gjermania, Franca, edhe shumë vende tjera të botës. Datën 7 gusht janë MC Kresha, Lori Kalson, Kida, Sardis Rrugaj, grupi Links edhe David Reshaj, edhe Irgeni DJ. Kurse natën e dytë me 8 gusht është Alban Skenderaj, Orkestra, Endri Stefi, Urban Band dhe Luna Çausholli dhe Eri DJ. Domethënë janë një kast shumë i mirë, shumë i madh artistash që besoj tani pëlqejnë, gjithkush mund me gjetë vetin aty dhe marrë me shiu dhe mu kënaq në të dy anët. Në sfondin mahnitës të Kalasë Rozafës dhe buz 2 lumeve, Drin dhe Bun, Dua Fest premton t'i dhurojë të pranishme një përvojë unike, ku muzika, natyra dhe historia e Shkodrës bashkohen në një spektakël të paharrueshëm.